إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Të gjitha falenderimet I takojnë Allahut subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë, prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë, dëshmoj se nuk meriton askush të adhurohet pas Allahut azza wa jall, ai është një dhe nuk ka shok, dhe dëshmoj se Muhamedi është robi I Allahut dhe I dërguari I Tij. Salavat dhe selame dërgojnë mbi të dërguarin ton, mbi familjen e tij dhe mbi gjithë shokët e tij. Xhamatit të nderuar, ju këshilloj juve dhe veten time me frikë ndaj Allahut subhanahu wa taala, me frikë dhe respekt ndaj Allahut azza wa jall, sepse frikë respekti ndaj Allahut ose devotshmëria ndaj Tij janë ushqim për shpirtin, janë dritë e cila na udhëzon rrugën, na ndriçon rrugën tonë këtë botë. Dhe po ashtu na jep qëndrueshmëri përballë vështirësive. Nuk ka dyshim se njeriu kado që kthen shikimin e tij, kudo që shkon mendja e tij, atje do të sheh madhështinë e Allahut subhanahu wa taala. Argumente dhe dëshmi të cilat tregojnë për fuqinë e Allahut absolute, që të regojnë për madhështinë dhe kudretin e Tij. Edhe në rrotullimin e natës dhe ditës, edhe në ndrimin e stinëve, po edhe në ndryshimin e motit, ka argumente të qarta që tregojnë për madhështinë e Allahut subhanahu wa taala. Mirë po, të njëjtën kohë këto na tregojnë për nevojën e madhe që kem për Allahun azza wa jall. Ne jemi të dobët. Ne kemi nevojë për Allahun azza wa jall më shumë se për gjithçka tjetër. O rob të Allahut, ta gjesh rrugën në një fushë të shkretinës ose në oqeanin e hapur është më e lehtë se sa ta gjesh rrugën e jetës këtë botë pa udhëzimin e Allahut azza wa jall. O robi Allahut, rruga e jetës për ty është më e errët pa dritën e Allahut azza wa jall se sa rruga në një natë të errët plot fortunë. O robi Allahut, rruga e jetës për ty është më e rrezikshme, pra të rrshesh nga ajo rrugë pa ndihmën e Allahut, pa mbrojtjen e Tij, se sa këto rrugë të akullta që janë sot, këto ditë të ftohta. Dhe jeta e njeriut është më e ftoftë se sa këto net të ftohta nëse nuk ngrohet me ngrohjen e imanit dhe besimit. Andaj, padyshim që njerëzit përgatiten për ditë të ftohta, përgatiten me veshje me të trasha, përgatitjen duke nejt me ofër nxemjeve të ndryshme, ndërsa përveç kësaj besimtarët punojnë dhe përpjeken të ngrohin zemrat e tyre dhe shpirtat e tyre me ngrohjen e imanit dhe besimit, me ngrohjen e adhurimit, përmendjes së Allahut, afrimit tek Allahu. Zemra jote nuk do të gjejë ngrohje para nxemjeve më të mëdha të botës. Ajo do të gjejë ngrohje vetëm atëherë kur është pranë Allahut subhanahu wa taala. Andaj nuk ka dyshim që për shkak të imanit të dobët ftofet edhe zemra. Bile deri në atë mos, sa që shumë njerëzve ju vdes edhe zemra. Ata jetojnë këtë botë. I shet duke ecë mbi faqet dheut, pa janë të vdekur. Janë trupa pa shpirt,
Ndërsa sa më shumë që të shtohet imani, të rritet imani, ngrohet zemra jote, gjen qetësi zemra jote, gjen rahati zemra jote. Dhe këtë nuk e gjen gjithsesi, nuk e gjen askund tjetër përveç se te Allahu Azza wa Jall, në bindjen ndaj tij, në përmendjen e tij, duke ju ofruar Allah subhanahu wa taala. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Zemrat qetësohen vetëm me përmendjen e Allahut. Ato njeriu gjon rahati. Ato njeriu gjon qetësi. Për ata besimtari në përballje me luftën e jetës, gjon paqe te Allahu subhanahu wa taala. Në rrethana më të vështira, më të mjerueshme, gjon lumturi tek Allahu dhe përmendja e tij. Po në momentet më të ftofta, gjon ngrohje tek Allahu subhanahu wa taala. Atëherë, të përpjekemi, të punojmë të rrisim imanin dhe besimin ton, të ngrohim zemrat tona me adhurim dhe ibadete, me përuljen dhe Allahut Azza wa Jall, sepse ato është rahatia. Dhe ato është qetësia. Për besimtarët e hershëm, për besimtarët e mirë, sinë e dimrit ka qenë pranverë zemrave të tyne. Ju kanë gëzu netëve të gjata që të fali namaz natën, dhe ditëve të shkurta që agjërimi vullnetar është më i lehtë. E që kjo bile është një nxitje për njerëzit, edhe një përgatitje për muajin e Ramazanit, për agjërimin, obligim që na pret. Allahu na mundsoft të arrijmë Ramazanin, por edhe për ata njerëz që kanë borxhe të përmbushin detyrimet që kanë agjërimet që kanë me të pagjëru. Mirë po, e kanë shfrytzu periudhën e dimrit për adhurim dhe ibadete. Dhe se aty pastaj, aty janë furnizu për udhëtimin e tyre në përgjithësi gjatë gjithë vitit. Vëllezër të nderuar, ibadeti në kohën e ftohtë është argument për sinqeritetin e njeriut. Që njeriu të merr abdes, pa marrë parasysh ka ujë të nxehtë mirë, nuk ka edhe me ujë të ftohtë, dhe nuk e lë namazin pa e fal, kjo shenjë imanit të tij. Ngritet dhe del në xhami, pa marrë parasysh që në shtëpi e ka më ngrohtë, që ta fal namazin me xhamat, ti ban ata hapa deri në xhami. Kjo është shenjë e sinqeritetit dhe imanit të tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: a doni t'ju tregoj për ato gjëra të cilat i shlyn mëkatet e juaja dhe i ngritin lart drejtë dhe shkallët e juaja? Sa gjithsesi ja Rasulullah. Sa isbaghul wudu, me marr abdes mirë, edhe në kohë të vështira, edhe kur është ftohtë. Jo vetëm ka një herë që është e mjaftueshme mirë, por ka 3 herë në formën e plotë. Pastaj thot: kathratul khuta ila al masajid, hapa të shumë për në xhamia, edhe pse kohë të ftohta, që njeri të mos i largohet xhamis. Pastaj thot: pritja e namazit, prej namazit deri në namazin tjetër. Që këto gjona tregojmë fillimisht për sinqeritetin e njeriut. Kohët e vështira ose adhurimit në ditë të ftohta bojnë dallimin mes atij që është i sinqert në besimin e tij dhe atij që është dembel. Dhe ibadetet në kohët vështira janë një test ku testohet qëndrueshmëria e njeriut në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe është një kalitje për besimtarët, se ai njeri i cili nuk i lën adhurimet në kohë të vështira, ati do t'i lehtësohen dhe do t'i vinë shumë lehtë në kohë të vështira. Për ata thot Ibn Rajebi rahimahullah, thot nuk ndjehet ëmbëlsia ose kur të njeriu ta shjon vështirësinë e adhurimit në kohë të vështira, do ta ndjen thot ëmbëlsinë në kohë
në kohë të lira, ose në kohë kur të angazhohet në ibadete dhe punë të mira, do ta nin ëmbëlsinë e adhurimit vetëm kohë të vështira. Kohë të vështira njeriu e ndin më shumë atë sinqeritetin, për arsye se në kohë të vështira dhe të ftofta, në rrethona të vështira në përgjithësi, kur njeriu i kryen adhurimet, kjo është më dashur për Allahun, për arsye se është më larg syfacisë. Njerëzit tregojnë syfaci në punë të lehta, punë të vështira është më vështirë me tregu syfaci. Kështu që lutë Allahu subhanahu wa taala na shton imanin dhe besimin ton, na udhëzon në rrugën e tij, na ndriçon rrugën për tek ai, na jap forcë në adhurime dhe ibadete dhe të na ruan nga rrëshqitja për rrugës së Allahut subhanahu wa taala, se nëse njeriu rrëshqet në rrugën drejt Allahut, nuk i vjen asgjë këtë botë. Wa sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Gjithëherë falenderojmë Allahun subhanahu wa taala, salavat dhe selame dërgojmë mbi të dërguarin ton, mbi familjen e tij dhe mbi gjithë shokët e tij. Vllazër të nderuar, ngrohtësia e imanit dhe besimit nuk mund të blehet siç blehen gjëra të tjera. As nuk trashëgohet, por fitohet me mund e me sakrificë. Duhet angazhim pra, duhet vendosmëri, duhet sinqeritet. Mirë, po kemi disa adhurime dhe ibadete, të cilat ndërlidhen edhe me mallin ton, edhe me pasuninë ton. E ku njeriu besimtar i jep përparësi sadakas, ndihmës që don Allah azza wa jall, para ndoshta edhe nevojave të veta që i ka të drejtë për drejta, atëherë edhe kjo është një luftë dhe një rast për me fitu ngrohtësinë e imanit, për me ngrohë njeriu zemrën dhe shpirtin e tij. Këto ditë kemi pa që disa prej vllazëve tonë janë ballafaqu edhe me përmbytje përveç të ftoftit të madh. Atëherë çdo kush që ka mundësi të gjinet prap aty në familjeve, aty në njerëzve, për nevoja që ata kanë. Qoftë me ushqime të ndryshëm, qoftë me veshbose, qoftë me çfarë, me strehe, me çfarë do mundësie që kanë më afro aty në njerëzve, ta dinë se edhe kjo është një derë ku njeriu gjen rehati, gjen qetësi, sepse është prej veprave që i don Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala Muhammed, kema sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun.